Të nevojshme por të pamjaftueshme kanë konsideruar pensionistët fjerak bonusin e verës që ka nisur të shpërndahet që nga data 1 korrik së bashku me pensionin mujor. Për mikrofonin e televizionit 4+, pjesa më e madhe e tyre kanë pohuar se bonusi prej 5.000 lekë shtesë do të shkojë kryesisht për ilaçe dhe ushqime. Më mirë të na kishin dhënë helm se sa bonus, thot i revoltuar një prej pensionistëve, ndërkohë që të tjerët nuk e fshehin mllefin për pensionet e ulta. Kjo bonat 50 nuk na dali fare. Se marim ilaçe, 50.000 marim ilaçe. Besa ti sa prezantojmë neve të tëra me ilaçe, me ngrënie me pire ku na dalin këto, për hajt, me borxhe. Qa 50.000 lekë? 5.000 lekë ja. Vetë pi një kafe një rak, jo të mbaruan. Me shok, se vetëm nuk i pindot. Po jo me kështu. O, jep 2.7. Qa 2.7? 3.7 se ka dhe nej. Qa në të? 2.000 lekë? Atë s'da dalin lekë për ilaçe. Për ilaçe nuk na dalin këto lekë që vaj neve. E ku të vesh me këto lekë, si ku se fare. Pësoj jemi 109.000, mora dhe me këtë bonusin do hap 50 bukë. Ja ka që është. Nuk është në një shumë madhe, po dhe pak nuk është. Teksa vlerësojnë si të pamjaftueshëm bonusin e verës, pensionistët fjerak kanë kërkuar rritje reale të pensioneve për të zbutur varfërinë dhe jo bonuse apo indeksim. Një pension me të mirë, me bonus, morëm sot prapë ne jemi. Pension, 100.000 lekë ma. Me 100.000 lekë që do maru. O 50.000 lekë që e vjetër tani e bonus, për çfarë ju ndihmon? Po çfarë ndihmoj, dhe marrim një ushqime. Çfarë bëjmë? Paguajmë brizat, ujë, kaj. Nuk doja bonus. Unë doja një pension që të ushqem, që mos një verësie të shkoj mirë atjene dhe të gjitohen aty. Edhe pse ky bonus është në ditët e para të shpërndarjes së tij, në të gjitha degët e postës shqiptare vihet re një dyndje e madhe të moshuarve për ta tërhequr sa më parë.